Nuk kam qef me më shqetësu, nuk kam qef me më thirë, tha për këtë punë, se kjo pronë e jam, ja tha unë e kom ble, tha pe pronarit. Ta bin klina ty uli u merë në vesh me ta, a e mu me këtë në botë, unë ja krejt rruga tu. Këtë pronë e kom gjithë tablën, pronë private edhe numëri telefonit. Vazhdova me thirë atë njëri në telefon në bazë të tabelës që e kom gjithë. Ai mu përgjigj, tha, është prona jeme, tha e kom ble. Kush ke ky person? Muharrem Berisha, Muharrem Zemer Berisha i sferë këstat. Edhe thash si e ke ble qysh tek si adin tu konsultu me to, tha ka orë Serbi pe Serbije ma ka shit. Fakt, këto prona, kjo edhe këtu mrapa shkashien janë kanë kena ma herët torë, po i kena agjallarët i kanë shqitë atu, po i në konkret, dhe në fund anin e i. Nga gjyshi jo një të rëshegojna. Gjyshi... Kur e ka ble gjyshi këtë pronë? 1958. Gjyshi Behram Dobroni ka ble prej Milovan Bojković. Dosjen cilën e kom bonë për këthimin e kësaj prone, kësaj këtu, e kom bonë të deklaratën në nëbetim të noteri Granit Gërvalla në Klin. Për të njëjtat parcela, me të njëjtat prona, dhe me thonë, Muharrem Berisha, Bashkim Ahmeti, ka shku të njëjtin atër, njëjtën procedurë, i kanë qëtërsu pronat cilat i të rëshëgojna nga gjyshi jonë. Nuk është e vetë mja pronë kjo, cila u qëtërsu, po janë shumë prona në përzajmë. Po flasim konkretisht për pronën cilën ju pretendoni pra që është ble në vitin 1958 për gjyshit ju. Po. Çfarë dokumentesh keni që e vërtetojnë pra që gjyshi juj e ka ble këtë pronë në vitin 1958? Në atë kohë, 1958 kanë pas një kontratë me shkrim, se nuk kanë pas drejten me përkthy sikur tash që është e drejta, nuk kanë mujt. Në atë kohë kanë bo veç me shkrim. Kurse gjatë luftës 99-98, na kena ik prej luftë e na dalë në Shqipni, edhe nuk i kena gjetë ma të dokumenta. Kena dokumentacion, e kam librezën, posedoj librezën e tatimit, në atë kohë në tho Porez, librezën, si dhe në ka pagu e baba Porez. Në 87-ën e kem dokumentin se e kanë gjitë baba orën e rrymës, kam dokumentat. Kam plot dokumentat vjetër, cilat i posedojnë në atë kohë. A kontrata, konkretisht kontrata e si kanë bo me shkrim, në atë kohë nuk i kena gjitë, ma nuk i kem ato. Kanë hup, i kanë kallë shpijat, s'kena mujt me i gjitë ma. Kur e thërt ju numrin e telefonit që e keni gjetë këtu në këtë pronë, cili ke shpjegimi i Zotit Berisha? Zotri Berisha tha, nuk kam qef me më shqetësu, nuk kam qef me më thirë, tha për këtë punë, se kjo pronë e jam, ja tha unë e kom ble, tha pe pronarit. Në fakt, ai cilin Muharrem Berisha, ai nuk e ka ble hiq, ai ka bo autorizima falc. Ka bo dokumentacione të falsifikume, se edhe prej ati personit cilë deklarohet Muharrem Berisha se e ka ble, ai nuk është as pronar, Peter Bojković, si mas agjallarëve të mi që kanë tregu, Peter Bojković në atë kohë ka kënë fëmijë i vogël. Kur e kena ble pronën babgjyshi prej Milan Bojković, prej babajt tina.
Në një bisedë telefonike, Muharrem Berisha nuk pranoi të ndajë shumë detaje, por tha se pronat i ka blerë bazuar në ligjet në fuqi dhe është i gatshëm të bisedojë me banorët. Për blerjen e këtyre pronave, Berisha tha se tashmë është intervistuar nga policia e Kosovës. Ata më ka lajmëruar në polici. Unë im punë kom japë dhe deklarat në polici. Taj përket me letra, unë jam këtë në regull. I kom thonë qka keni ju të qka që keni dokumentat i qka gjyqi është i kryjnë ato punë. I kom thonë unë jam mas juve, qka të ka nevoj, unë e feti me letra në regull. Thonë që keni ju dokumentat i qka, ose prënojnë që i kom bljene për ti ta bi në klinë aty, uli ju merë në vesh me ta. A i mu me këtë në po, unë ja këtë tuk, ato unë jam këtë jëmë në stanë në regull. Ata përdhuj në jena pronari, kemi blenë vitet e 60, 70. Thonë për 8 kjere ki fjallë qartusha, po kuptat. Unë ju kam thonë të zëtë një nëse ke ble, lajmërua të është të një në gjëpat ki vjeta ki dokumentat të e merë pronin. Kam thonë edhe në qërse si ulim të olinë folim, jo s'ulim me ty pse ke ble. Ta shuni nuk mujë për shamë dhe si e ble të prona nuk mujnë me s'ku me vetë këtë janë. Kur e keni bleju për shamë pronën aty? Pa i tash ti më si në fort pella, po këtën kur e kom bleja, shka kom bonë të kom bonë, po këtën. Se nuk kom në kur farë përgjëstime të japë ty, apo dhe në që iska me trajtu ligji, trajtën të sana, aty të komentat jenë sana që krynë punë dhe këtë jemë regull, edhe të përshëndes ka mirë. Mesh Muharrem Berisha nuk tregoj se nga kush i ka blerë pronat, ne kemi siguruar një akt vendim për kalim të trashëgimis nga Milovan Bojković tek djali i tij Peter Bojković. Parcelat të cilat përmes këtij akt vendimi kanë kaluar në pronësi të Petar Bojkovićit pas vdekjes së babait të tij, janë të zonës kadastrale Zajm dhe janë pikërisht këto për të cilat pretendojnë banorët. Akt vendimi është përpiluar nga noteri Bedri Godanci me 24 korrik 2017.